të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi jetës, mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18:10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studio me njërin mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këtë moment e na është bashkuar i ftuari për sot. Unë e prezantova edhe pak më parë Gzim Myrte, i cili vjen nga Kisha Ungjillore në Bilisht. Edhe them me plot gojë një mik i përhershëm i Radio Emanuel i programit Muzik Plus. Gzim, kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme. Faleminderit për ftesën. Është edhe për mua kënaqësi edhe bekim të jemi në këtë kohë. Është një kohë vërtet shumë e veçantë, jemi shumë pranë Pashkës dhe jam e sigurt që edhe ju si familje, ti personalisht, familja jote, por edhe si familje më madhe, sikurse është Kisha, keni nisur me ato përgatitjet. Prandaj ndalemi së pari këtu për të folur më pas për dy shërbesa shumë të rëndësishme që ju jeni duke zhvilluar momentalisht, një trajnim, por edhe një shërbes të veçantë. Por përpara se të flasim për to, cilat janë përgatitjet apo para përgatitjet që ju në Kishë jeni duke realizuar për Pashkën? Po, është e vërtet, Pashka edhe Krishtlindja janë dy nga festat që ne si Kishë duam të paktën të marrëm 5-6 javë, edhe në këtë për Pashkën kemi marrë 7 javë përgatitje, edhe zakonisht kemi një seri që i fokusohet Pashkës, që shpjegon nga shkrimi, edhe kemi studiuar në fakt kapitullin 15 të letrës të parë të Korintasve, kështu që çdo javë kemi marrë nga një disa vargje, 10-15 vargje, edhe kemi folur rreth Pashkës, edhe gjithashtu jemi munduar në fakt grupi po punon për të bërë një dekor në lidhje me këtë varin e hapur me gurin e rokullisur, kështu që është një grup nga Kisha që po punon në lidhje për këtë. Edhe gjithashtu kemi do të bëjmë të premten e mirë, edhe pse është premtja e keqe ku Jezusi u kryqëzua për mëkatet tona. Për ne është premtja e mirë. Po, premtja e mirë për shkak të asoj që simbolizon, edhe për atë që ndodhi që Jezusi i mori mëkatet tona, edhe gjithashtu edhe të dielën, shërbesin kryesore që e kemi. Kështu që këto janë dy shërbesat që po vinë, që po përgatitemi, edhe pastaj këto përgatitje të tjera që kemi pasur gjatë të dielave, po edhe ashtu edhe të mërkurave. Në fakt rallë, zakonisht Kisha jonë çdo të mërkur në orën 5 bën studimin e Biblës edhe lutjes. Edhe për kohë më përpara kemi patur që mblidheshim në familje të ndryshme, mirë po tani për Pashket ftuam 7 mësues të ndryshëm çdo javë, edhe kanë folur për diçka. Edhe këtë javë kemi sot është në orën 5, edhe sot mbarojmë me këto studimet të organizuara, edhe pastaj do të vazhdojmë prapë në për familje. Në mbas Pashkës rikthehemi prapë në për familje. Edhe zakonisht kemi bërë këtë vit që atë që predikojmë të dielën do ta ridiskutojmë prapë të mërkurën, do lutemi edhe do ndajmë mendimet nga më të ndryshme që mund na vinë si rezultati leximit edhe studimit të fjalës. Edhe me qenë se përmende, sa të rëndësishme janë vizitat në familjet e personave të cilët janë besimtarë, janë pjesë e Kishës, por ndoshta edhe personave të tjerë të cilët janë në komunitetin tuaj. Po, kjo është, mendoj që ka qenë në fillim një nga traditat, edhe për vetë faktin që ne shqiptarët kemi këtë traditën e mirëpritjes të shkuarit, të biseduarit, kështu që edhe Kisha e ka patur, vazhdon ta ketë, edhe
me plot shpresë dhe besim që do të vazhdojmë të kemi këtë. Po zakonisht kemi një grup që në kisha që quhet grupi Solidaritetit. Edhe fokusi I grupit të Solidaritetit është qoftë për të bërë vizita tek njerëz edhe familje të reja që mund të vinë për një arsye ose një tjetër në kishë edhe për të njohur më shumë, për të parë situatën e tyre, për të parë mundësinë për të ecur me ta edhe patjetër për t'i treguar për atë që ne besojmë edhe pse jetojmë. Po gjithashtu një fokus tjetër që ka ky grup është për të bërë vizita tek njerëzit që tashmë janë të krishterë, po që ndoshta mund të jenë të sëmurë ose po kalojnë kohë të vështira, të vetmuar patjetër. Në fakt kur kemi këto grupet që na vinë nga shkolla Nerseke, Torxhber, ose edhe kur kemi këto grupet që na vinë nga Amerika ose nga vendet e tjera, një nga ditët e bëjmë këtë që ose disa familje do të gatuajnë disa gjëra që mund të jetë si kurabie ose çokolata ose po diçka simbolike. Edhe zakonisht shkojmë në nënat edhe gjyshrit që janë vetë fëmijë ndoshta I kanë jashtë ose diku tjetër, edhe shkojmë për vizitë për t'i inkurajuar, për të ndarë diçka nga Bibla, për të ndarë një çaj, një kafe, për të biseduar. Kështu që e kemi si traditë edhe me studentët e Ersekës, po edhe ne si kishë organizohemi, flasëm me njëri tjetrin që kush do vej ku. Kjo është diçka shumë e mirë, patjetër. Edhe është bekim, është inkurajim, është mirë të shkosh të njohësh njerëzit e tjerë, të shkosh çfarë Perëndia ka bërë, po bën në jetën e tyre, të ndash atë që Perëndia ta ka vënë në zemër. Kështu që është mënyrë shumë e mirë, jo vetëm për të ndarë ungjillin, por edhe për të dëgjuar nga dëshmitë e tyre, duke qenë se ke mundësi për të qenë më afër me njerëzit, ata ndihen ndoshta edhe më të lirshëm në ambientin e tyre të shtëpisë për të folur, për të hapur zemrën. Edhe është mendoj që një nga mënyrat më të mira për të njohur me njëri tjetrin. Do më shkon në shtëpi, bëhesh mik, se pastaj flet, është një bisedë, një takim normal, pa shumë presion. Ideja është që kemi vajtur atje për ta bërë veten të gatshëm edhe për të dëgjuar, por s'është shkojmë me një agjendë që do të bëjmë këtë, do bëjmë atë. Patjetër. Po, ne duam që të bëjmë më të mirën edhe jemi atje për të dëgjuar e për të folur, po nga ana tjetër duam që të jemi prezent në jetën e njëri tjetrit, edhe vizitat janë një nga mënyrat që se si e bëjmë atë. Më vjen mirë, edhe patjetër, sidomos njerëzit në zonën ku ju jetoni janë gjithmonë edhe më tepër të hapur, qoftë edhe kanë një karakteristikë shumë të veçantë, një vlerë të madhe, sikurse është mikpritja. Është diçka e cila duhet vlerësuar, edhe pse jo, ju mund ta përdorni më së miri për të qenë më afër tyre në çdo moment. Le të ndalemi pak Zim tek një trajnim që ju do ta zhvilloni nesër edhe pas nesër. Trajnimi lidhet me temën zgjedhjet e jetës, është një temë shumë e gjerë, por aq sa mundesh mund të ndash më tepër rreth gjithçka që do të ndodh përgjatë këtyre 2 ditëve. Po, është një bashkëpunim me Institutin Jeta e Re. Me Institutin Jeta e Re kemi bashkëpunuar në disa sfera të ndryshme. Një nga bashkëpunimet është me mësuesit edhe me profesionistët e rinj. Edhe domosht shërbesa që instituti bën me mësuesit në të gjithë Shqipërinë. Edhe ne kemi bashkëpunuar edhe që kur kemi filluar në fakt para 3-4 viteve kemi filluar një shërbesë e dedikuar vetëm për mësuesit. Edhe gjatë vitit kur ata kanë seminare që ofrojnë për mësuesit ose kur bëjnë këto qoftë online, qoftë edhe këtu në Korçë kanë ardhur disa herë. Në fakt ishin para rreth një muaji erdhën këtu në Korçë. Edhe tani ideja është që ata kanë njerëzit që janë të përkushtuar për të dhënë atë që Perëndia ja ka dhënë. Me punën e tyre, me talentet, me dhuntitë, duan që t'i ndajnë me të tjerit. Edhe ky trajnimi, ideja është që do jetë një folës nga Amerika, edhe do të flasim shumë për këto temat që janë të prekshme për një mësues ose për një që është profesionist I ri në punë, që ka të bëjë me njerëzit e tjerë. Se do jemi për 2 ditë, do të jemi për 4 orë, nga ora 3 orë, nga ora 4 deri në orën 7. Edhe disa nga temat kanë të bëjnë me të kërkuarin e faljes, ose me si të
kur dikush të vene pa një kritike. Si të merresh me kritikat ose si të jesh si të reagosh konkret, si të reagosh. Kritikat janë të mira kur janë të shëndetshme dhe bëhen për qëllimin e dur, kështu që si të përfitojmë nga kritikat edhe të mos bëhemi si ai muri që të jemi blok. Po të jemi realist, ne si njerëz se kemi të vështirë që ti gëlltisim ndonjëherë ato kritikat që na vinë. Po, është të kritikuarit, të kërkuarit falje, të falësh. Janë disa gjëra që ne njerëzit nuk na vinë nga kështu në mënyrë normale. Kemi nevojë ta sforcojmë sa veten, kemi nevojë të jemi të durueshëm, kemi nevojë të jemi të hapur. Edhe ky trajnimi do të ndihmojë pjesëmarrësit në atë që ata tashmë bëjnë, si për shembull mësuesit, si të kujdesesh, të menaxhosh klasën, si të ndihmosh, si ndoshta ti mësosh ata fëmijët të kërkojnë falje edhe të falin kur qoftë ose kur zihen me njëri tjetrin, po edhe ndoshta kur nuk i respektojnë ose kanë këto qëndrimet e gabuara ndaj mësuesit ose ndoshta prindërve ose autoriteteve të tjera që ata mund të kenë. Kështu që mendoj do të jetë një trajnim shumë i mirë. Do me të paktën kur kam folur me disa njerëz që i kanë ftuar, edhe kur i shohën temat e shohën veten e tyre shumë brenda këtyre temave. Edhe kanë dëshirë të dëgjojnë një mendim ndryshe, janë të hapur, duan që të vinë të marrën pjesë, edhe të dëgjojnë për shkak se shumë e prekshme, janë tema që përballen çdo ditë. Edhe duan që të rriten, ose të mësojnë ose të bëjnë ndryshe, si ti përdoren këto ndoshta sfida që vinë në jetë, ti përdoren për mënyrën më të mirë dhe për të ndihmuar edhe bekuar njerëzit e tjerë, edhe jo për të bërë egoiste edhe për të qenë kështu si mur që do më ve bariera dhe s'do t'ja dish për kritikin ose të kërkuarit falje ose të falësh të tjerit. Janë tema vërtet shumë të mira të cilat jam e sigurt gjithë ata persona që do të kenë mundësi për të qenë pjesë e trajnimit do të mësojnë shumë. Edhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që gjithçka që ne marrim përmes këtyre mësimeve, trajnimeve ti vëmë pas në praktikë edhe në marrëdhënie me njëri tjetrin, qoftë në marrëdhëniet tona në aspektin ndërpersonal, në familje, por mbi gjitha edhe pse jo në aspektin profesional. Dhe nëse i referohemi realitetit, njerëzit shpeshherë përballen me vendime mjaft të mëdha në jetë, sikurse mund të jetë për një person zgjedhja e një profesioni në karrierë, krijimi një familje, përballja e sfidave nga më të ndryshmet me të cilat jam e sigurt se cili prej nesh përballet sot. Por si mund të kuptojmë nëse një zgjedhje është në përputhje me vullnetin e Perëndis? Po, tani vetëm për të bërë një hyrje, këto janë pyetje, mendoj që është pyetje shumë e mirë, e prekshme, është për të gjithë njerëzit, pavarësisht ku jemi, çfarë po bëjmë. Unë mendoj që vullneti i Zotit është më i mirë për të gjithë ne, edhe nëse duam që të bëjmë diçka në jetën tonë, duhet ta bëjmë vullnetin e Zotit. Për te dëshirave, për te ambicieve, për te asoj që ndoshta ne mendojmë që kjo është më e mirë për jetën tonë, në fakt ne nuk e kemi më të mirën për veten tonë, edhe pse mund të mendojmë ose të gënjehemi që kemi më të mirën, se nuk e kemi krijuar ne veten tonë. Perëndia që na ka krijuar ka edhe më të mirën. Edhe unë kur bëhet fjalë për vullnetin e Perëndisë, kam dëshirë të ndaj disa nga parimet, se mendoj që janë disa parime që mund të na ndihmojnë, por pastaj kur bëhet fjalë për specifika të ndryshme, kur bëhet fjalë për persona të ndryshëm, ndoshta ne duhet kërkojmë Perëndinë, po ja unë do ndaj disa nga parimet, nëse njerëzit janë duke kërkuar për vullnetin e Perëndisë, për më të mirën, si ta kuptojnë. Unë mendoj që një nga parimet e para edhe më të rëndësishme është kjo, nëse duam vullnetin e Perëndisë, duhet ta njohim Perëndinë. Nuk kemi se si të kërkojmë vullnetin e Perëndisë pa e njohur Perëndinë. Kështu që nëse ndoshta dëgjuesit sot nuk e njohin Perëndinë ose nuk kanë marrëdhënie me Perëndinë, nëse do më të mirën për veten tënde, duhet të shkosh tek më i miri, tek Krijuesi, për të njohur atë. Edhe kur e njohim Perëndinë, ai në fakt Perëndia dëshiron të na thotë, të na ndihmojë, të ecë me ne për të bërë vullnetin e tij. Perëndia nuk është një enigmë që nuk i bën të ditura planet edhe vullnetin e tij. Perëndia nuk i mban të fshehta në fakt. Perëndia do që ne njerëzit të njohim
vullnetin e tij, të bëjmë, të jetojmë vullnetin e tij. Kështu që një nga parimet thelbësore është kjo që duhet të njohim Perëndin, duhet ta njohim, duhet të mësojmë rreth Perëndisë. Duhet të kemi një zemër të hapur për të shkuar tek Perëndia, për ta njohur, për t'i besuar atij, edhe për t'ia dorëzuar jetën Perëndisë. Tani mbasi e kemi bërë këtë, një parim tjetër është kjo, që Perëndia në fakt flet në një nga mënyrat më të qarta, më të prekshme, nëpërmjet fjalës të tij. Edhe ai ka bërë të njohur karakterin e tij atje. Edhe ne për ta njohur vullnetin e Perëndisë duhet të shkojmë tek fjala e Perëndisë. Duhet të shkojmë në fjala e Perëndisë për ta kuptuar se është në Bibël është kjo Psalmi 119, 105 ku thot fjala jote është një dritë në shtegun tim. Perëndia do që të na udhëheqë dhe drejtojë, edhe një nga mënyrat më të aksesueshme është fjala e tij. E para ishte që duhet ta njohim, duhet të besojmë, duhet të dorëzohemi, duhet të hapim zemrën tonë. E dyta është që duhet të kemi këtë marrëdhënie me Biblën, me fjalën e tij, duhet të lexojmë, të meditojmë. Duhet ta përdorim Biblën si këto vaktet, jo si snacks. Jo si kur jemi të urtë mund të ham ndonjë patatinë ose ndonjë çibuk. Edhe ne besimtarë donjëherë përdorim Biblën në këtë mënyrë që le të lexoj vetëm pak. Ideja është që duhet ta bëjmë si buka e përditshme, që Bibla nuk është kjo snacks, si I themen. Është tamam, është mëngjesi dreka darka, diçka që e përdorim çdo ditë. Edhe një parim tjetër për të kuptuar vullnetin e Zotit është lutja. Lutja na ndihmon të komunikojmë, po gjithashtu na ndihmon të kuptojmë atë që Zoti ka. Një parim tjetër është kjo, që Perëndia na ka pajisur me dhunti dhe talente të ndryshme. Edhe ndërsa mendojmë për atë që duam që të bëjmë në jetë ose atë që duam të arrijmë, po duhet të shikojmë këtë, si na ka krijuar Perëndia. Perëndia na ka krijuar me disa talente dhe dhunti që janë të veçanta për ne. Mund t'i kenë edhe njerëzit e tjerë, po Perëndia do që ne këto talentet edhe dhuntit t'i përdorim. Kështu që le të shohim në kjo sfera ku Perëndia na I ka dhënë tashmë këto dhunti dhe talente, edhe le t'i përdorim si mund t'jenë këto dhunti dhe talente bekim për atë që ne po mendojmë të bëjmë. Një tjetër, mendoj që është kjo, duhet të këshillohemi. Duhet të këshillohemi me njerëzit e tjerë, me ata që kemi miq edhe na njohin, se donjëherë në njerëzit mendojmë që le ta bëjmë këtë ose ta bëjmë atë tjetër, më ndoshta nuk është dhuntia dhe talenti. Unë më mend e pyeta një herë bashorten, nuk do ta them për çfarë e pyeta. Edhe thashë ndoshta unë duhet ta bëj këtë. Edhe ajo filloi të qeshë, tha gzim, ti nuk po e gënjen veten, ti s'ke lidhje me këtë lloj sfere të investosh ose të të ndjekësh këtë ëndër. Se ti Perëndia ka krijuar ndryshe, kështu që mos se janë këto dhuntit dhe talentet na ndihmojnë. Edhe mendimet tona njerëzore edhe në marrëdhënie me njëri tjetrin, duke u ndikuar ndonjëherë edhe nga realiteti ku ne jetojmë. Po, edhe kjo të paktën mua më ndihmoi kjo që ndoshta nuk duhet ta shikoj këtë dëshirë që kam, për shkak se Perëndia më ka krijuar ndryshe, duhet të shoh disa gjëra të tjera ku Perëndia më ka krijuar. Edhe fundit fare në lidhje me këtë pyetje është kjo. Donjëherë mundohemi të shkojmë në për dyer të mbyllura për të kërkuar vullnetin e Perëndisë, po ndoshta duhet të fillojmë nga këto dyer që tashmë Perëndia e ka hapur. Kushdo që ato dyer mund të jenë, duhet të futemi në ato dyer që Perëndia I ka hapur, edhe pastaj ndoshta mund ta ndryshojmë, mund të vëmë në ajo dera tjetër, por le të mos mendojmë që në fillim do të Ezem një këshill që zakonisht japem në kishë për njerëzit që duan të shërbejnë. I themi që nëse Zoti të ka pajisur edhe të ka dhënë dhunti për predikimin. Po mos hajde direkt në predikim. Merru me shërbesa nga më të ndryshmet, edhe pastaj atje edhe për ta njohur veten, edhe për të njohur të tjerit, po edhe për të parë se Zoti të ka pajisur, edhe nëse Zoti të ka dhënë këtë dhunti edhe talent, po patjetër që do ta bësh, se edhe ne këtë duam, këtë që t'i vëmë në praktikë dhuntitë dhe talentet që Perëndia të ka dhënë. Kështu që
Ndoshta që në fillim le të mos kërkojmë për këto dyert e mbyllura, le të shohim çfarë Perëndia ai ka hapur, edhe le të hyjmë atje me këtë zemrën edhe dëshirën që duam të bëjmë vullnetin e Perëndisë, po të jemi gabim, po mos jetë dera e dur, po le të dalëm, të shkojmë në ajo dera tjetër. Po le të shohim dyert e hapura, se Perëndia ka një qëllim, nuk po na hap një derë se duhet hapur, po ai do që ne të shkojmë drejt atij procesi edhe në këtë mënyrë ta njohim veten, ta njohim Perëndin, të njohim të tjerit. Edhe ndoshta të krijojmë ca miqësi që edhe njerëzit e tjerë të na vënë në pa këto gjëra që karakteristikat që edhe pjesë e karakterit që Perëndia na ka krijuar. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjitha këto parime që ndave në këto momente kanë qenë një inkurajim, jam e sigurt edhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të vazhduar sërish bisedën tonë në studio, por në këto momente ndjekim këngën Jam në shtëpi me Atin, kënduar nga Marcel Fierajni. Me balë më gjetë zonë në vëndin ku mu kishte lëm kjo botë, mu afrove pra dhe më thire jeto sërisht, unë ngrita zotë, sepse mora jen nga ty, për dore ti më more, më solle në shpi, jam në shpi me ati, asë nuk më mungon, jam në shpi me ati, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me ati, frika nga unë ka iku, jam në shpi me ati, në kratë ti ndjemi sigur, atje në erësi, ti erdhe mua më kërkove, në emoti më thire, me dashuri nga barta nxore, gjithë në qelë festua, se isha ju mbur por u gjeta, shpi me Atin jam, një jetë të redhun kam, jam në shpi me Atin, asë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë ti ndjemi sigur, jam në shpi me Atin, asgjë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë ti ndjemi sigur. Amen, 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 në qelën kam një vënd të bler. Amen, 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 me Atin do jetoj për jetë. Amen, 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 në qelën kam një vënd të bler. Amen, 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 me Atin do jetoj për jetë. Jam në shpi me Atin, asë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin, frika nga unë ka ikur, jam në shpi me Atin, në kratë ti ndjemi sigur, jam në shpi me Atin, asë nuk më mungon, jam në shpi me Atin, dashuria ti më rrethon, jam në shpi me Atin,
frika nga unë ka ikur, jam në shtëpi me atin. Jam në shtëpi me atin, një ndër këngët më të fundit të Marcel Firaj na rikthen në studion e programit Muzik Plus. Vazhdojmë të jemi së bashku me Gëzimin në ditën e sotme. Pak më parë Gëzimi na ka prezantuar shkurtimisht me një trajnim i cili do të mbahet nesër dhe pas nesër me temë zgjedhjet e jetës. Prandaj duke u bazuar edhe tek tema kryesore e trajnimit Gëzim, jam referuar për të ndërtuar disa pyetje të cilat besoj na ndihmojnë shumë gjithë ne që nuk do të kemi mundësi për të qenë pjesë e këtij trajnimi, por për të mësuar më tepër. Prandaj edhe në një botë ku shumë njerëz përpiqen her pas here të mbështeten tek vetja, si mund të ndihmoj besimi që të marrim patjetër vendime të mira dhe të mos lejojmë frikën apo edhe pasiguritë që të na largojnë nga rruga e Perëndisë dhe nga fjala e Tij. Po, tani kur flasim për besimin, kemi në mendje këtë që besimi nuk është thjesht një ndjenjë e mirë që gjithçka do të shkojë mirë. Në të vërtetë, e thash edhe këtë të diel te kisha kur po predikoja që në qoftë se ne të krishterë i kemi predikuar dikujt tjetër edhe i kemi thënë hajde besoj Jezusit, hajde te kisha edhe gjithçka do të shkojë mirë, s'ke për të patur, në një farë mënyre i kemi gënjur. Edhe nuk e kemi thënë të vërtetën, për shkak se të jesh besimtar nuk do të thotë që gjërat këqija nuk do të ndodhin, po do të thotë që nuk je tashmë vetë për të përballur me këto, po Perëndia na premton që do të jem me ty. Edhe kur flasëm në lidhje me këtë, si na ndihmon besimi, po para është kjo që besimi na kujton që nuk jemi vetë. Edhe është besoj që shumë nga ne të krishterët mund ta dinë, përmendesh edhe këtë vargun tek Isaia 40:10, ku thotë mos ki frikë sepse unë jam me ty. Mos u tremb, sepse unë jam Perëndia yt. Edhe e para që na ndihmon është kjo që besimi na kujton që nuk jemi vetë. Perëndia është me ne. Kur i besojmë Perëndisë, kur jemi me Perëndinë, tani në jetë nuk përballemi me vetë, po i përballemi me Perëndinë. Edhe patjetër që vështirësitë, sëmundjet, vdekjet, gjëra, problemet do të na vinë në jetë. Qofshim besimtar ose jo besimtar. Po ndryshimi është si i përballojmë, me çfarë i përballojmë, edhe kush është busulla që na ndihmon për të marrë drejtimin. Edhe Perëndia në Bibël thotë që do të jem me ju. Edhe tani do të festojmë Pashkën, po Krishtlindja, ky është mesazhi që Perëndia me ne, Emanuel. Perëndia me ne. Perëndia e bën veten të aksesueshme për të qenë me ne, për te asoj që mund të na ndodhë ne. Edhe mendoj që kjo është ndihmë, ndihmë e vërtet, jo kështu inkurajim. Është një themel i fortë. Është po, edhe kjo është një, edhe e dyta është kjo që besimi e zvendëson frikën. Në qoftë se frika në thelb ka këtë që do të mbajë të gjitha gjërat në kontroll, edhe nuk do të lejojë të veprosh, besimi ja le kontrollin Perëndisë, edhe nuk u dhiqet më nga frika, po çfarë do të më ndodhë. Po nga ana tjetër vepron i lirë për shkak se tashmë ja ka lënë gjithçka në dorën Perëndisë. Edhe do që Perëndia ta udhëheqë, ta drejtojë, të vazhdojë në atë që Perëndia ka. Kështu që besimi na ndihmon edhe në këtë tjetrën që ne ja dorëzojmë, nuk jemi ne ata që e drejtojmë jetën tashmë, po është Perëndia që ne ja kemi dorëzuar jetën tonë nëpërmjet besimit. Edhe një varg tjetër nga Bibla është Psalmi 27:4, ku thotë besimi forcon durimin dhe edhe këtë natyrë. Ja ta lexoj ndoshta vargun se është më 27:14 thotë kështu. Prite Zotin, bëu i fortë, dhe zemra jote le të jetë e guximshme për të pritur Zotin. Kështu që ose pastaj ka edhe vargje të tjera që na ndihmojnë, është Romakët 8:6 ose Gjoni 14:16, ku na tregon që fryma e shenjtë na ndihmon, na e forcë në çfarë do lloj vështirësie, problemi, sfide që jeta përballet, domethënë.
Edhe ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur, mund të ndihen të pasigurt për të ardhmen dhe ndonjëherë nuk din se çfarë rrugë të zgjedhin, dhe jam e sigurt që ka shumë persona që ndodhen në këtë udhkryq. Çfarë do t'i thoshit atyre që ndihen të humbur ose që kanë frikë të marrin dhe vendime të rëndësishme, si mund gjejnë qetësinë dhe sigurinë për të ecur përpara me besim? Pa, tani nëse ndihemi të pasigurt ose të hutuar ose të friksuar, jo domosdoshmërisht do të thotë që nuk po bëjmë vullnetin e Zotit. Jo domosdoshmërisht. Është e mundur që mund mos e bëjmë, mund mos jemi në vullnetin e Zotit, po frika ose të hutuarit ose të paqenit të sigurtë, jo gjithmonë janë elemente që na ndihmojnë për të kuptuar që ky s'është vullneti i Zotit. Për arsye të kësajt që arsyeja është kjo që si ne kemi siguri nëpërmjet besimit, po nga ana tjetër, po patjetër edhe Jezusi kur vajti për të kryqëzuar, na përshkruhet në Bibël që Jezusi kishte këtë merakun ose na thuhet që ishte i lodhur, i raskapitur. Ose ishte një kohë kur Jezusi i tha atë nëse është vullneti jot, bëj që këtë kupë të largohet nga unë. Edhe Jezusi se shije, ku ta di unë, ishte shumë kështu për të që do të vete atje i gëzuar. Kishte edhe Jezusi kishte vështirësi, po vështirësitë nuk ja treguan që ndoshta s'është vullneti i Zotit. Jo, e shohim qartë që ishte vullneti i Zotit, kështu që donjëherë vështirësitë, këto të hutuarit ose frika ose pasiguria, ndoshta janë elemente të mira që na mbajnë ne të jemi më afër Perëndisë, për të qenë më, ideja është kjo që si puna e fëmijëve kur ata kanë frikë për diçka edhe të ngjiten më afër teje, për të shkuar atje ku gjetur atë sigurinë. Po, edhe ndoshta ne këto frika edhe këto të pasiguria duhet të na ndihmojë të ngjitemi Perëndisë më afër, edhe të kërkojmë vullnetin e tij, më shumë se sa të jenë elemente ndoshta për të na shkputur nga rruga e Perëndisë ose për të na larguar nga vullneti i tij. Kështu që jo besoj që më fal, ne si natyrë njerëzore kërkojmë ndoshta ndonjëherë patjetër më shumë Perëndin në momente të tilla, në momente sfidash, vështirësish, në momente pasigurie. Dhe ndodh e kundërta kur ne jemi mirë ose kur mendojmë që gjithçka përshkon siç duhet në jetën tonë, duket se harrojmë Perëndin. Po. Edhe tani është e mundur që Zoti të përdorë vështirësitë që ne si persona të rritemi më shumë në njohjen e tij. Të forcojmë marrëdhënien. Po, të forcojmë marrëdhënien e tij. Po ndoshta të rritemi shpirtërisht, po të rritemi nga ana e karakterit. Kështu që duhen parë, jo vetëm në këtë këndvështrim, që ndoshta kjo vështirësia po më ndihmon mua të kthehem. Po, ndoshta mund të jetë, po duhet parë edhe në këtë këndvështrim tjetër, që ndoshta kjo është diçka që unë si person duhet të rritem. Mose donjëherë pse na thot Bibla që duhet të lutemi pa hequr dorë. Donjëherë duhet të lutemi pa hequr dorë për t'i treguar Perëndisë që vërtet kjo është diçka e rëndësishme edhe unë dua që ta njoh vullnetin tënd, edhe dua ta di, edhe dua ta bëj, edhe mënyra se si e bëjmë është kjo mëngulje. Tani nuk po se ka disa mëngulje që janë të pashëndetshme. Nuk po flas për këto mëngulje të pashëndetshme që Zot unë dua të më japësh një vilë edhe pas më dhe unë tani duhet edhe të kemi kujdes për çfarë po lutemi, si po lutemi, për çfarë po kërkojmë. Po kur kemi në mendje vullnetin e Zotit, patjetër që duhet jemi mëngulur, edhe atëherën kur ndoshta Zoti s'po na përgjigjet. Se ne e dimë në fakt që përgjigjet e Zotit janë po, jo edhe prit. Ka kone e tij patjetër. Edhe ndoshta mund të jemi në kjo e treta që të presim. Edhe ku ka më mirë se sa të presim për vullnetin e Zotit, se sa të gabojmë në të bërë dëshirat tona. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak me një mbas hapësirës muzikore për të ndalur tek një ndër shërbesat e tjera që ju keni, të quajtur Ilirët, por ti patjetër pas pak do të na i prezantosh më me detaje dhe pa humbur kohë ndjekim këngën Kjo botë kërkon për një herë nga Gloria Nure. Kjo botë kërkon për një herë sot, por më të madhin njohim ne,
fuqish mi mbret Sondimtari kombeve I cili mori trajt shërptori Dhe vdi që ne të gjejmë shpëti Ne shpallim qartë Thërasim mezet lartë Ai është kampioni fitimtar Ne shpallim qartë Thërasim mezet lartë Ai është kampioni fitimtar I plot fuqishmi është heroi Nga zjedhe vdekjes na çliroi Me Jezusin e s'kemi frikë më Djalli ikën para ti Drita e ti do shdrisë mbi kombe Me shtatresi e do të vi Ne shpallim qartë Thërasim mezet lartë Ai është kampioni fitimtar Ne shpallim qartë Thërasim mezet lartë Ai është kampioni fitimtar Ai është kampioni fitimtar Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi drejt për së drejtje në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus, në një bisedë shumë të veçantë me Gëzimin nga Kisha Ungjillore në Bilisht në ditën e sotme dhe le të ndalemi tek një shërbes shumë e veçantë që ju jeni duke realizuar, shërbesa I Lirët. Më trego pak më tepër Gëzim se çfarë ju frymëzoi që të angazhoheni për fëmijët me nevoja të veçanta dhe mbi të gjitha cilat janë objektivat kryesore që ka kjo shërbes. I Lirët E veçantë që nga emri. Po. I Lirët është një shërbes patjetër e veçantë, edhe ka lindur në këtë mënyrë. Ne si kishë, përveç se e besojmë edhe jetojmë Ungjillin, duam që ta tregojmë edhe me vepra. Edhe I Lirët ishte një nga këto mundësitë që ne ishim duke u lutur, duke menduar se si ta bëmin. Si kishë, para disa viteve kemi marrë pjesë tek 9 to Shine në Erseke, edhe e pamë këtë nevojën në komunitetin tonë në Devoll, që kishte një numër të konsiderueshëm, do them, të familjeve, fëmijëve, ose adoleshentëve, ose edhe të mëdhenjve, që ishin me aftësi të veçanta. Edhe kur i kemi shpën tek 9 to Shine, kur kemi parë se sa janë gëzuar për shkak të vlerësimit, për shkak të respektit, për shkak të një mundësie që nuk është shumë e shpeshtë për këta persona, kemi menduar që ne si kishë ç'a mund të bëjmë përveç se një aktiviteti një vit, në vit që bëhet. Edhe për që na afër tyre çdo ditë. Po, edhe kur vajtëm prapë për herën e dytë, kur vajtëm herën e parë, këta personat po na pyesin kur do herë që takoshëm gjatë vitit, që kur është ajo aktiviteti? Po, kur është aktiviteti kështu? Edhe pastaj kur vajtëm herën e dytë, ishin më të gatshëm, ishin gati për të vajtur prapë. Edhe menduam që a ka ndonjë gjë që mund të bëjmë për këta njerëz, diçka që bëjmë më shpesh. Edhe të thënë të drejtën, nuk ndjeshim
nuk ndjeshim të përgatitur për një shërbes të re, të veçantë, edhe kërkuam pak ndihmë nga kishat e tjera ose nga shërbesat që kanë patur eksperiencë për të shërbyer me njerëz me aftësi të posaçme, edhe u bë një seminar në Ersekje, nga një shërbese që ishte një person që ai ka 2 fëmijë në fakt. Ka 5 gjithsej, po 2 i ka me aftësi të posaçme, të veçanta. Edhe po ndante në lidhje me shërbesën e tij, edhe me atë se si mund të ishte ndihmë dhe bekim, edhe ne si kishë vajtmë, edhe unë ftova disa njerëz nga bashkia në fakt, nga punonjësit sociale, edhe i thash që po bëhet një seminar që ka këta fëmijë në mendje, kam dëshirë që edhe ju të vini të dëgjoni, ne si kish duam të vëmë, edhe mbas seminarit, edhe ne që vajtmë si kish, po edhe punojësit e bashkisë, shkuam e takuam këtë folësin edhe i tham, ashe mundur të vish tek zona jone edhe të bësh të njëjtin seminar. Kështu që ky personi ishte i gatshëm edhe erdhi, bëri seminar tek kisha jone dhe bëri seminar tek qendra multifunksionale në Devoll. Edhe mbas seminarit ku ai po ndante më shumë për këtë shërbesë dhe për njerëzit, ishin të paktën 3 ose 4 njerëz te kisha që thanë, unë kam dëshirë të bëj diçka. Duket sikur jam prekur, duket sikur zemra ime do që ti shërbej këtij komunitetit, a mund të bëjmë diçka. Edhe tani për te dëshirës që kishim, kur pam që nuk jemi të vetmit, po ka Zoti po ngrej, po përgatit njerëz të tjerë në kisha që duan të shërbejnë, duan të jenë afër, duan të tregojnë ungjillin, duan të kujdesen, të trajtojnë këta njerëz me dinjitet. Pastaj filluam të lutemi edhe të shohim Zot, më shkë pyetja e thjeshtë që Zot, ç'a do ti që ne të bëjmë. Nuk kishim plane, nuk e dimi se ç'a do bëjmë. Edhe pastaj duke folur, duke menduar, tani Geli, gruaja e pastor Donit, ka punuar në Amerikë në një palestër ku vinin fëmijë me nevoja të veçanta, edhe ajo i ndihmonte për të bërë lëvizje nga vende ndryshme për të ndihmuar ata. Edhe ky personi që na erdhi na bëri trajnim, edhe ata bënin diçka të ngjashme me këtë, edhe kështu tham, okay, ne kemi njerëzit që mund të ndihmojnë për të ndihmuar fëmijët, kemi vullnetarët edhe njerëzit që janë të gatshëm, atëherë le të bëjmë diçka të kësaj natyre. Edhe kjo shërbes ka filluar para 2-3 muajve, kemi mbaruar, se kemi bërë kështu me cikle, 6 javë, 2 javë pushim, 6 javë, 2 javë pushim. Kështu duam që ta vazhdojmë. Kështu që mbarovi cikli i parë, bëm 6 javë, 2 javë pushim. Kjo është java e dytë e ciklit të dytë. Edhe do ta mbyllim, muajin tjetër do kemi një konferencë ku do shkojmë në Ersekje, ku do t'i ftojmë në fakt si familje, jo vetëm personat, po duam t'i ftojmë familjet. Duke parë që familjet që kanë një person me aftësi të veçanta ose të posaçme, e kanë të vështirë për të dalë, për të shkuar diku tjetër, për arsye nga më të ndryshme, ndoshta nga gjykimi, nga pamundësia, nga të duhet tani unë jam prind vete dhe e di se sa shumë duhet me fëmijët e mi. Zakonisht kur ne shkojmë për pushime, ne themi që fëmijët po shkojnë për pushime, po prindërit nuk po shkojnë për pushime. Kështu që ne duam në një farë mënyrë në kjo konferenca t'i japim mundësi prindve edhe familjeve të kenë këtë kohën e tyre. Edhe do ta organizojmë shumë thjesht, pa shumë gjëra në program, po duam që t'i japim mundësi të çlodhen pak prindrit, edhe fëmijët për të patur ca mundësira të tjera që ndoshta nuk i kanë në këtë jetën normale. Më vjen shumë mirë me gjithçka që ju jeni duke realizuar edhe në komunitetin ku shërbeni. Cilat janë disa nga sfidat dhe bekimet më të mëdha që keni përjetuar gjatë punës me këta fëmijë dhe familjet e tyre, edhe pse ka qenë një kohë e shkurtër, gjithsesi jam e sigurt që ka pasur një ndikim të madh tek secili prej tyre. Mund të ndash ndoshta edhe ndonjë histori frymëzuese. Tani është e vërtetë, ne programet që kemi, mënyra se si e organizojmë atë, kemi disa ushtrime sportive që janë të thjeshta, po nga ana tjetër janë edhe të duhet ca vullnet për t'i bërë. Edhe i kemi parë fëmijët
që kanë dëshirë, pavarësisht se mund të jetë sfidë për ta për t'i bërë këto ushtrime, janë të gatshëm, edhe do të shikosh progresin e tyre që në fillim ndoshta ishin pak më të ndrojtur, pak më të pamundur, ndoshta dyshonin a mund ta bëj unë këtë, po kur i shikon ata se sa të gatshëm janë për të bërë, për të ndryshuar, edhe e presën e presën me padurim të shtunën në orën 3 takohemi, edhe ose kur i bëm këto 2 javë pushimet, ata kur i takohemi fëmijët thoshin, kemi edhe një javë tjetër. E kanë fëmijët edhe prindrit, jo vetëm fëmijët, edhe gjyshrit ose gjyshet, kush i sjell. Mendoj që është një kohë shumë speciale për ato, se kur shohin, sidomos prindrit ose gjyshrit edhe gjyshet, kur shohin që fëmijët e tyre ose niprit edhe mbesat trajtohen me dinjitet, me dashuri, me përkujdes, me këtë gëzimin që hajde ta bëjmë bashkë ose hajde të dalëm përtej këtyre pamundësive që ti mund të dukesh, patjetër që ti mund të bësh ato që si ke bërë më përpara. Edhe mendoj që kjo është inkurajim edhe bekim. Edhe tani një tjetër bekim është kjo fakti që kemi mundësi të shërbejmë këtij komuniteti, edhe ata në të gjitha sferat mendoj që mund të shohim progres, mund të shohim në progres në ata që në fillim e kanë patur pak të vështirë për të bërë miq, po tani të hidhen për qafe, janë të gatshëm për të dëgjuar. Edhe më tepër social. Po. Edhe tregojmë këto historitë për Jezusin, këngët, edhe është mendoj që është shumë mirë edhe në sytë e fëmijëve, po edhe të prindërve edhe të gjyshrave edhe gjyshëve që vinë tek programi për ta parë. Po disa nga sfidat cilat janë? Po sfidat, unë mendoj që kjo tani janë disa familje që jetojnë në fshat, edhe tani ne si kishë e kemi siguruar transportin që shkojmë i marrëm edhe i sjellëm. Edhe unë mendoj që kjo është një nga ato që ndoshta prindrit e kanë pak të vështirë që ndoshta të planifikojnë që të shtunë, çdo të shtunë në orën 3 do veten në Bilisht, do kthehem. Kështu nuk kemi patur ndonjë sfidë të madhe. Njerëzit kanë qenë shumë dashamirës, edhe fëmijët kanë qenë shumë të gatshëm. Përveç 2-3 familjeve që kanë patur pak problem për ta mbajtur mend që ka programa të ditë, ose edhe për të qenë pak e di çfarë, hajde se do të shkojmë. Edhe po në përgjithësi nuk kemi patur sfida. Sfida të mëdha, se pastaj sfida kështu të vogla. Në përditshmërinë atë që u bën. Po mendoj që është bekim për ne si kishë jemi pjesë që po bëjmë diçka, po është edhe bekim për ata që po vinë, po na besojnë në ne dhe janë të gatshëm për të eksploruar diçka të re në fakt, se për shumë nga ata është diçka e re që se kanë bërë më përpara. Cilat janë planet që ju keni në të ardhmen për sa i përket kësaj shërbese? Tani në fakt duam të bëhemi profesionistë, kemi dëshirë që të blem disa gjëra, qoftë duke filluar nga syngjeret ose ato paralelet ose të gjitha këto gjërat në fakt dikush një mik na ka bekuar duke na thënë që do të na i sjell në Shqipëri, nuk e di se kur, besoj bëhet fjalë për këtë vit. Edhe kemi dëshirë që të ndihmojmë këto familje në të gjitha mënyrat, qoftë nga ana sociale, shpirtërore, po edhe nga hallet edhe problemet që jeta i sjell. Edhe gjithashtu duam të jemi miq me këta, duam të ecëm me këta. Mendoni që të fshini jo vetëm fëmijët, por ndoshta edhe më të rriturit? Për momentin po mendojmë vetëm për fëmijët edhe adoleshentët, edhe ndoshta për mosha të mëdha në një kohë tjetër, po ja tani po mendojmë për një kështu konferencë që duam të shkojmë. Pastaj do të kemi ndoshta një muaj në gusht pushim, se zakonisht kisha jonë merr pushimet në gusht. Kur të kthehemi prapë në shtator, duam të bëjmë diçka tjetër, një mbledhje pak më të veçantë se sa të shtunave që mblidhemi, ndoshta të shkojmë diku po Gradec ose përsëri në Ersek. Nuk e di ku do të na jepet mundësia, po duam të jemi afër këtyre familjeve, edhe duam të ecim me ta në të gjitha mënyrat që ndoshta jeta i përball ata. Më vjen mirë edhe ju uroj shumë bekime në shërbesën që ju keni nisur, por edhe në çdo shërbes tjetër që Kisha Ungjillore në Bilisht është duke realizuar
Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur tek diçka e fundit, por në këtë momente ndjekim këngën Çmik na është Jezus Krishti, kënduar nga Petrina Kalaveshi. Çmik na është Jezus Krishti, në shtora sta i në mbrojt, shprivi leshti shpijen Zoti, çdo gjë që zemrën a lëndoj. O, çgësim shumë e largojmë, o, ç'mundim me heqim kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhit Zot. Jemi nga sjellë e mundime, jemi mush me hidëri, letja bëjmë të njohur Zotin, na durona i gëzim. Gjejmë dot një mik të tillë, tjetër mik si Zotin Krisht. Jo pra zemrën hap tregoj, ç'të mundon ty kotësi. Në jetën në i ngarkuar, edhe parën nuk bandoj. Ngri larg sy dhe shiko Zotin, vetëm mos mundo më kohë. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbeti dhe një mik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Të mërzisi njerëzia, nuk të mbet mi dhe një mik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Thuaj atë gjitha Zoti, ai është miku më besnik. Rikthehemi sërish në studio, jemi në një bisedë veçantë me Gëzimin në ditën e sotme dhe Gëzim, duke qenë se po mbrim në fund të intervistës së bashku, cili do të ishte mesazhi që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur në lidhje me Pashkën, duke qenë se jemi shumë pranë saj. Po, e para do të ishte kjo që Pashka na tregon për diçka që ka ndodhur, edhe që e ndryshon jetën tonë rrënjësisht në qoftë se e besojmë. Pashka na tregon që ne të krishterët besojmë tek Ungjilli, që është lajmi i mirë, edhe po pa Pashkë nuk ka Ungjill, se Pashka pa ringjallje, ideja pastaj do ishte që nuk ka lajme të mirë. Se lajmi i mirë është kjo që Perëndia vdiq për mëkatet tona, u varos edhe ditën e tretë u ringjall. Edhe pastaj Pali na thotë që vari ishte bosh, e panëm shumë se 500 veta, njerëzit skeptikët për shkak se e pan Jezusin për të paktën 40 ditë, ndryshuan jetën e tyre, edhe nga përndjekës u bën, e Pali vetë në fakt ishte përndjekës u bë predikues. Kështu që Pashka na fton në atë që Perëndia ka bërë për ne. Është një ftesë për të shkuar tek Perëndia, edhe për të jetuar me Perëndinë, për Perëndinë, për të bërë vullnetin e Perëndisë. Kështu që ndërsa mund të bombardohesh me mesazhe nga më të ndryshmet këtë Pashkë, duke filluar që nga vezët edhe lepurushi edhe tradita nga më të ndryshmet, konsideroje këtë që Pashka është ftesë. Është një ftesë për të besuar atë që Perëndia ka përmbushur. Edhe në fakt
Pashka është lajmi i mirë, nuk është një këshilla mirë. Pashka nuk na thotë që o bëj këtë se është mirë për trupin, për mendjen, për kuda dion. Po Pashka është shiko çka ka bërë Perëndia për ty. Perëndia ka ardhur që ne të kemi jetë, edhe ta kemi me bollëk. Edhe Perëndia jo vetëm ka ardhur, por na premton që do të jetë me ne për ta jetuar këtë jetë sipas vullnetit të tij. Kështu që konsideroj Pashkën një ftesë për ta jetuar jetën me Krijuesin, me Perëndin. Edhe merre guximin edhe besimin për t'ia besuar jetën e Perëndisë, edhe për të vazhduar për të ecur me atë. Ne njerëzit jemi krijuar për të jetuar me Perëndin, kështu që Pashka është ftesë që na tregon atë që Perëndia ka bërë. Unë të falenderoj vërtet shumë gëzim për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Je gjithmonë i mirëpritur për të qenë pjesë e programit Muzik Plus. Ju uroj shumë bekime në gjithçka që jeni duke realizuar me besimtarët në Kish, me komunitetin ku ju jetoni. Edhe pse jo gëzuar Pashkën, edhe pse jemi një javë para saj, gjithsesi programi Muzik Plus ditë pas dite do të fokusohet tek Pashka, duke përcjell mesazhe shumë të rëndësishme për gjithë ata që na ndjekin. Shumë faleminderit Kela për ftesën, ishte kënaqësi edhe gëzim të ndamin këtë kohë, të flismin më shumë për gjëra të ndryshme që po ndodhen në Bilisht, po gjithashtu edhe për atë që po ndodh në të gjithë botën për Pashkën, kështu që gëzuar edhe bekime për ty edhe për gjithë Radion Emanuel. Të falenderoj dhe të uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Në këtë momente shkëputemi për të ndjekur këngën Shkëmbi Shpëtimit, rikthehemi pas pak në studio. Shkëmbi Shpëtimit